Pas shumë spekulimesh dhe pritjes së gjatë, emrat e mundshëm të konkurrentëve për edicionin e 5 të Big Brother VIP Albania po dalin në dritë. Ky edicion pritet të sjellë një përzierje interesante të personaliteteve nga bota e muzikës, modës dhe medias, duke ngjallur kuriozitetin e fansave të këtij formati të njohur. Një rikthim i bujshëm që po përflitet është ai i Stines, një artist i njohur dhe i dashur për publikun shqiptar që nga vitet 2005. Pjesëmarrja e tij në Top Fest e bëri atë një emër të njohur dhe fansat shpresojnë për një rikthim të fuqishëm në ekran. Lista e emrave të përfolur për këtë edicion përfshin figura të njohura si Sabina Mete, Artit Murataj, Rovena Dilo dhe Kristi Lamaj. Këta emra janë të njohur për publikun dhe pritet që të sjellin dinamizëm dhe emocion në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Angela Martini, një model dhe personalitet mediatik, gjithashtu është përmendur si një nga konkurrentët e mundshme. Ajo ka një histori të gjatë në industrinë e modës dhe do të ishte interesante të shihnim se si do të adaptohej në një ambient të tillë. Produksioni ka konfirmuar deri tani vetëm Angelo Haruni, i cili është moderator i një emisioni ekonomik në Top Channel. Ai vetë bëri të ditur këtë lajm në fund të emisionit të tij, duke ftuar teleshikuesit për një takim të ri në Big Brother. Një tjetër emër që po qarkullon në rrjet është Lorenz Vangeli, analist dhe komentator. Pas disa deklaratave të tij në emisionin Top Story, ai është parë si një kandidat i mundshëm për këtë edicion, duke shtuar më shumë mister dhe interes për audiencën, me një përzierje të tillë emrash dhe personalitetesh. Ky edicion i Big Brother VIP Albania premton të jetë një nga më emocionuesit deri më tani. Të gjithë janë të etur për të parë se si do të zhvillohen ngjarjet dhe se cilat do të jenë dinamika mes konkurrentëve. Me këtë listë të gjatë emrash, fansat janë të ftuar të ndajnë mendimet e tyre dhe të spekulojnë se kush do të jetë konkurrenti.